Kur kërsiti lufta në këtë pjesë, a kalon shumë dhimbje, shumë plagë, zoti Isuf? Po, me kalon edhe plagë, sepse na kemi 2 dëshmorë. Pastaj vujtit kanë qenë shumë të mëdha, se edhe na jemi inkuadru në luftë, kemi pas tokën tonë këtu në këtë kode, edhe kemi pas të mbikëqyrën. Ashtu në erë për shtabe që ju ti keni sebet të mbikëqyrë, jo mi martetu diçka, vetëm mi mbikëqyrë, se ashen forcat për Suarikës, edhe kështu ne kemi pas në kontrol gjithmonë këtu, mirë po ofenziva e shtatorit e vitit 98 ka qenë shumë e vështirë, kështu që fshati ka qenë i rrethun për gjitha anëve, edhe në këtë anë për Biraqet, i thujmë na, a ne për Qafës Dulës, kënena për Suarikës, ne për Vuzhalës, domethënë për gjitha anëve ne kemi qenë të rrethun Muhlan për shkak të serbëve që kanë pas. Ka qenë taktike tyne me mbrojt serbët, mos me ju zemtu, mos me lënë mu zemtu serbët. Kështu që na jemi konë shumë të rrethun edhe s'kemi mujtë po na me komuniku me asgjë. Domethënë pika tjera që kanë qenë 2 pika naltë, Krushicës, janë të hjekë. Ne në kanë shku në këto pillës e ka mos, kurse ne jemi mes këtu të rrethun për gjitha anëve. Prandaj edhe kemi këtu në fshat të burgoshe kemi, bukur njerëz shumë të burgoshe kemi, sepse na nuk kishmi ma ka të shkojmë, kështu që u përzitëm me popullat, pa armatim, pa uniforma, me popullat. Mi për ndërkohë e kishin ai që ka pasën regjistën e UÇK-s, e kanë zonë, dhe ja kanë marrë regjistën, kështu që me regjistën në kanë gjirë në fshatë dhe në kanë burgosë. Mire. Personalisht ti ke përjetu shumë? Personalisht edhe unë më koni zanën edhe unë kam qenë në burg, pak 8 muaj në Prizren, pastaj pjesën tjetër edhe 20 muaj tjerë për kuplit të Serbisë.